Pengmarrja e një personi për një javë në Dugagjin për shkak të prishjes së pazareve të drogës tregoi sa të fuqishëm dhe aktiv janë grupet që kultivojnë kanabis në këto zona. Pas rënies së Lazaratit si Republike e Ashashit, Dugagjini u bë shtëpia tjetër e kultivuesve dhe trafikantëve të drogës. Në 2 vitet e fundit, policia e shtetit ka shkatëruar qindra mijëra bim kanabis në aksionet që ka zhvilluar atje. Në shumë raste ka patur dhe shkëmbime zjarri me kultivuesit ku jeta e policëve është vënë në rrezik. Historiku i përplasjes me armë në Dugagjin mes bluve dhe trafikantëve është i hershëm dhe janë regjistruar disa raste. Kulmi ishte goditja me armë e helikopterit të policisë në gushtin e vitit 2014, ku piloti u detyrua ta ulte në një ar në fshatin Pult. Për fat të mirë asnjë punonjës i policisë nuk u lëndua. Gjatë atij viti pati dhe disa incidente të tjera ku kultivuesit qellonin mbi efektivët e policisë në mënyrë që t'i largonin nga parcelat. Mbjellja e kanabisit në Dugagjin dhe fshatrat e tij të thellë ishte e lartë dhe gjatë këtij viti. Qindra mijëra rënj u asgjësuan gjatë verës dhe vjeshtës së 2015-s, duke shënuar rekorde në shkatërimin e kësaj bime. Në 15 shtator të këtij viti, në fshatin Shosh, 2 persona qelluan në drejtim të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, por pavarësisht kësaj, parcelat u shkatërruan.